Birili, Birili, je mirë se mra mamit? Je mirë? Jo. Jo, si jo mërë, po ti e guximtar, ti e trimi mamit, ti e keku mamit, ti e mafishja mamit. Po jo, mos e mërë si po e lastoj, pa i është trim, more, nuk po e laston të vërtetën, po them, pije pa këto, Birili. O keku imi, vogël, o mafishe. Përshëndetje. Si kalua? Si jeni zonjë? Ju duhet jeni ati, përshëndetje. Markim, si e? O trim. Jam keq, doktor. Ti keq? Ti e shumë mirë më djenë. Shkëllqyshëm, jo, është vërtet shumë mirë, ne i pam analizat, si e ka emrin, ma kujto pak? Andi? Biril. Birili. Birili. Aha, vjen shumë keq, mbaje pak këto si, vjen shumë rënd. Nuk kam çaj bëj, zonjë. Më vjen shumë keq, ne i bëm analizat, ne e pa me kontroll, më vjen shumë keq. Nuk kam çfarë ti bëj në botë. Po çfarë ka, na thoni çfarë ka? O zonjë, është shumë rënd po them, është shumë smur. Nuk kam çfarë ti bëj në botë. Ne i bëm çdo gjë që është e mundur, veprojmë siç është e mundur, bëm gjitha mundësitë tona të mundshme. Po jam mirë, doktor. Nuk e mirë më djalë. Të lutem më thuaj çfarë ka? Çfarë ka Biri vogël? Tani, djali juaj, ne kemi kërkuar në internet, kemi parë në Google, këtë është smundje shumë e rrezikshme, shumë e rrallë. Ai pusho tani, po flason. Ai djali juaj zonjë është, domethënë, po vdes nga turpi. Vjen shumë keq. Më vjen tmerrsisht keq. Ai po vdes nga turpi, nuk kemi çfarë të bëjmë, ka pak ne kemi parë në internet, pak jetë thot këtu. Po mirë, çfarë duhet të bëjmë? Po zgjidhja vetme sipas nesh, domethënë është që djali juaj të bëj një riformatim, të ndroj prindrit. Të dy, doktor. Po, të dy. Kemi parë në Google, pam, gjetën janë 2-3 prindër, e disa të mira. Një grua ishte për violinë e gruaja, burri ishte për trombë. Ke edhe muzikë aty në shtëpi, do kënaqet, dakor? Ha? Faleminderit, doktor. Ti gëzosh. Më pafshim, na largoni pak nga spitali. Faleminderit, doktor.